Nderuar të Këshillit Përkrahës Kosovës, të nderuar të pranishëm këtu në sallë, mirë se keni ardhur takimin e 274 të Këshillit Përkrahës Kosovës. Me lënie të fillimisht të konstatoj quorumin, konstatojmë se janë prezent 10 anëtarë. Ju keni marrë agjendën dhe materialet të fikat e radhës ditës. Bashku me pjesë, a ka kush propozim tjetër lidhur me radhën e ditës? Nëse jo, unë propozoj që këtë takim të trajtohet në shkresën e drejtorit ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë, do të tërloj për zhvilluar, me cilin nga ka propozuar ndryshimet e paraparë për zbatimin e programit trajnues për prokurorët e sapo gjeneral të zhvilluar. Kështu e keni marrë me material edhe propozimin e drejtorit të Akademisë. Propozoj të futet si fike 11 të radhës ditës. E hedh votim në radhën e ditës me këtë propozim. Kush është për? Kundër? Abstenimi nuk ka, atëherë me 10 vota për, miratohet radhën e ditës. Konstatojmë se Këshilli mirë ka miratuar radhën e ditës, kalojmë pikën e dytë të radhës ditës. Ju e keni marrë me material për të zbuluar takimin 272 të Këshillit, a ka kush ndonjë vërejtje këtë procedurë? Nuk ka ndonjë vërejtje, hedh votim. Kush është për miratimin e këtij procesi verbali? Kundër, abstenim nuk ka, atëherë konstatojmë se me 10 vota për Këshilli miraton procedurën e takimit 272 të Këshillit të Kosovës. Kalojmë pikën e tretë. Ju keni marrë me material edhe procedurën e takimit 273 të Këshillit Përkrahës. Ka kush vërejtje këtë procedurë verbal? Nuk ka vërejtje, hedh votim. Kush është për miratimin e procedurës verbale? Ndehet shumë. Kush është kundër, abstenim nuk ka, atëherë me 10 vota për miratohet procedura e takimit 278 të Këshillit Përkrahës. Kalojmë pikën e 4 të radhës ditës. Ju pashtu keni marrë procedura e takimit 274 të Këshillit Përkrahës. A ka kush vërejtje këtë procedurë verbal? Jo, atëherë hedh votim. Kush është për miratimin e këtij procesi verbali? Kundër, abstenim nuk ka. Konstatojmë se me 10 vota për Këshilli miraton procedurën e takimit 274. Ndehet kalojmë në pikën e 5 të radhës ditës. Në këtë pikë të radhës ditës e kemi raportin e Komisionit Mbikëqyrës për periudhën janar-qershor 2025 për zbatimin e planit strategjik dhe planit veprimim për luftën e korrupsionit dhe krimit ekonomike. Për të elaboruar këtë raport, fjalën ja kaloj prokurorës së zyres për prokurorë shtetit Zoris Laura Fulla. Prokurorna, fjala është për ju. Faleminderit kryesues, përshëndetje të gjithë anëtarëve të Këshillit, pjesëmarrësve të tjerë në këtë mbledhje, përfaqësues të mediave dhe të gjithë ata që janë për qëllim mbledhjen e Këshillit Prokurorisë të Kosovës, ashtu sikurse edhe herëve të kaluara, për çdo 6 muaj komisioni para Këshillit raporton për raportin 6 mujor, tani kemi të vitit 2025, për lëndë të korrupsionit dhe krimeve ekonomike në nivel vendi dhe gjithashtu me thekse posaçëm edhe të njësiti speciali të prokurorisë themelore në Prishtinë, i cili trajton në mënyrë lëndë të korrupsionit në mënyrë të pavarur nga prokurorët tjerë. Për të elaboruar këtë raport, partnersisht ju paraprakisht e keni marrë raportin në shkrim, i cili është në mënyrë të detajuar në 60 faqe për ta përshkruar gjendjen e 6 mujoshit të parë të vitit 2025, të cilin e ka përpiluar Besim Kusari, koordinatori i këtij raporti, i cili jo vetëm Kusani, por përpilon këtë raport vite me radhë. Unë nuk do të hyj në detajet e këtij raporti, të raportoj për secilin faqe veç, do të raportoj në përgjithësi për landet e korrupsionit në nivel vendi dhe për mënyrën e trajtimit të këtyre rasteve, qoftë me raste dhe me persona, me tekste posaçëm do të ndalen të njësiti i prokurorisë themelore në Prishtinë dhe pastaj kemi edhe disa rekomandime dhe mospërputhje të cilat nuk kanë shpallur gjatë zumbullimit të informatave dhe me tekste posaçëm kemi që duhet ta trajtojmë, besoj jo vetëm në Këshill, por edhe në përgjithësi në sistem, që statistikat të cilat sigurohen në për raportet e tilla kanë problem dhe kanë mospërputhje mes statistikave statike që mirën nga njësiti dhe atyre të siguruar nga ana SMIT-it. Këto janë edhe që kemi trajtuar dhe e kemi diskutuar në takime të tjera, jo me Këshillin, por me komision, që duhet që në një të ardhme të afërt të evitohen këto probleme me mospërputhje të statistikave, nga se mund të themi në fund të vitit, nëse bëjmë raportin përfundimtar edhe nuk evitohen këto, mund të na dalin ndryshimet të numrave të cilat raportohen, nuk raportohen dhe hudhen në raport.
për mos më marr më tepër kohë lidhur me këto mos përputhje, e të cilat janë evidente në këtë raport, unë do të ndalem te raporti të prezantoj kallëzimet penale të parashtruar nga organet publike dhe nga personat për lëndë të korrupsionit, për të cilat 45% kemi persona nga tërësia kallëzimeve penale për periudhën janar-qershor. 55% apo 187 kallëzime penale janë parashtruar nga organet publike. Dihet cilat janë organet publike se janë të akronume në listën e përmbyllëse të këtij raporti, ndërsa 45% apo 151 kallëzime penale janë parashtruar nga personat nga të dëmtuar dhe qytetarët. Çka do të thotë se niveli i raportimit nuk do të thotë që i kemi vetëm nga organet publike, po kemi edhe nga qytetarët, që është një e mirë që prokurorët në nivel vendi janë ka i trajtojnë me seriozitet edhe rastet që procedohen nga ana e qytetarëve edhe nga ana e institucioneve tjera jo publike. Nëse e shiqojmë mënyrën e trajtimit të kallëzimeve penale për secilin prokurive që keni në faqen 9 të këtij raporti, na del se Gjilani është prokuria cila me 62% ka trajtuar këto kallëzime penale, ndërsa domethënë është përqindja më e madhe e trajtimit të këtyre kallëzimeve penale të rasteve të korrupsionit, ndërsa me nivelin më të ulët të trajtimit të kallëzimeve penale e kemi prokurinë themelore të Mitrovicës me 5%. Gjithashtu, vlen të ceket se mënyra procedimit me persona gjithashtu është kemi 19% për persona janë ngritur të akuza, 80% ka hudhje të kallëzimeve penale, dhe 1% e kemi persona që ju ka bashku procedura penale. Nëse e shiqojmë, a kemi pas ankesa kundër këtyre vendimeve në prokurinë e apelit, mund të themi se është një numër 4, mirë po, a është i saktë ky numër, na edhe me koordinatorin e biseduam para se me fillu këtë takim, a është mundur që të ketë vetëm 4 ankesa kundër vendimeve të prokurisë themelore në apel gjatë periudhës 6 mujore. Unë konsideroj që jo, nga se prokurorët e apelit konstant ankohen se kanë shumë danë për mi trajtu, mirë po është problemi që këto nuk janë ka evidentohen në SMIT dhe nuk janë ka kthehen, nuk kemi feedback prokurit themelore për të trajtu këto raste, për të evidentuar, falni, në statistika. Prandaj kjo është problem serios, ndoshta duhet të mblidhemi prapë edhe ju si këshill ta trajtojmë këtë çështje të SMIT. Çka ka tjetër me rëndësi të rastet e korrupsionit? Është e mirë se vendimet e gjykatës i kemi, qatë sa kemi, edhe pse gjykatat nuk dërgojnë me SMIT vendimet, se kemi probleme jo vetëm të nivelet e ulta, po edhe nga zyra të prokurorit shtetit, por nuk kemi feedback se çka ka ndodhur me kërkesat tona. Mirë, po vendimet e gjykatës, mbi bazën atyre çka janë më në mënyrë mekanike apo edhe nga zyra për statistika, kemi se janë shpallur fajtor 65% personave për vepra penale të korrupsionit, janë akuzuar e liruar me 24%, janë refuzuar 5% të këta akuzave dhe është hudhur akta akuza para shqyrtimit gjyqësor në 3%. Nëse shohim një statistikë të tillë, shihet se ka një trend të përmirësimit si duket të dhënies së vendimeve nga ana e gjykatës, përderisa gjithmonë kemi thonë se gjykata penahut kallëzimet penale edhe nuk i trajton si duhet. Mirë, po me 60% për shpallur fajtor, për mua është një sukses për lëndë të korrupsionit. Gjendja e tash i kemi raste tjera, gjendja trajtimit të raporteve të veçanta PPN, në periudhën janar, qershor janë trashëguar 988 raporte të veçanta PPN dhe janë pranuar ndërkohë dhe 297 është numër pastaj që është rrit me 1285, janë trajtuar 97, është një e mirë për shkak se 97 raste nga PPN-ja kanë kaluar PP. Prandaj është zvogëluar numri PPN dhe në momentin kur është pranuar, pas veprimeve të cilat ndërmirën normal në kuadër kodit, kanë kaluar në
në PP. Po prap këtu i kemi kush ka trajtu mas shumë të PPN-ja, na del se Gjilani me 100% ka trajtu mas shumë të PPN-ja dhe i kanë mbyllë rastet. Ankimi i prokurorëve prap e kemi të prokuria apelit, i kemi 24 ankesa, të cilat kanë qenë vetëm lidhur me vendimin për dënimin e jo dhe për shkaqe tjera. Sa i përket krimeve ekonomike, unë e konsideroj që është double raportim nga ana e komisionit tonë për krime ekonomike, me qenë se ne kemi koordinatorin për krime ekonomike, i cili raporton edhe për rastet e krimeve ekonomike, edhe për sekuestrim dhe konfiskim. Mirë po, nëse ju nevojitet ta bëj një rezume të krimeve ekonomike, mund ta bëj pa problem. E keni në për raportin e juaj, e kemi krimet ekonomike, kemi pas 457 kallëzime penale, kemi fillu vitin këtë vit, i kemi pranu edhe 181, nga gjithë kjo 701 kallëzime janë trajtu 104 dhe kanë met 597 kallëzime pa u trajtu. Çka do të thotë se mënyra e procedimit të personave me kallëzime penale del se të krimet ekonomike 70% personave është ngritur akus, 27 janë vujt kallëzimet penale dhe 3% janë bashku procedura penale. Ankesa palëve në apel, prap është problematike, së është numër shumë i vogël, prap vendimet e gjykatave të landet e krimeve ekonomike është në rritje, 72% kemi të shpallur pajtor, vetëm 5% i kemi të liruar nga akuza, 18% është refuzuar dhe 3% është hedhur akt akuza për arsyetim gjyqësor. Nëse kalojmë tani te njësiti i profilizuar i prokurisë themelore në Prishtinë, e dim se në fillim të këtij viti njësiti ka patur 7 prokurorë, lëvizja prokurorëve në këtë njësit është gjithë një problematike se kalojnë nga prokuria themelore shkojnë për prokuri tjera, dhe mirë po numri është i njëjtë, 7 prokurorë kanë qenë, tani janë 6, po landet e cilat janë punu gjatë 6 mujoshit e parë, nuk do të thotë që i ka punu vetëm prokurorët e njësitit, po kanë punu dhe prokurorët e departamentit tjetër. Kjo është sipas vendimit të prokurorit që ka vendosur, të komisioni nuk ka përgjegjësi, që se organizon kryeprokurori në mënyrën e procedimit të rasteve. Korrupsionit për 7 prokurorët e njësitit departamentit përgjithshëm konsiston në po se gabim është edhe këto, gabimet teknike. Për pak mi deklasua, ta mi shqitën departament përgjithshëm. Departamenti krimeve të rona, i kemi 284 raste që i kemi bajt nga viti paraprak, kemi pranu 129 raste të reja, prej 413 rasteve për 6 mujorin 2025 janë procedu 107, kanë met pa u procedu 306. E kemi grafikonin edhe me përqindje. Kallëzimet të procedura kemi 26%, të mbetura 74%. Supozojmë që 6 mujor si ditë ka me qenë pak më i mirë se i pari, ashtu kanë një procedurë deri në fund vitit, pas premtimeve që janë bërë. Mënyra procedimit të personave, njëjtë kemi edhe me persona, dhe pushimit kemi edhe 66%, aktakuza 19% me persona, dhe kemi 15% bashkën procedurë. Gjithashtu, janë trajtu edhe raportet e veçanta PPN në kuadër të njësitit. Njësiti ka fillu vitin me 490, pas pranimit ju ka shtu numri në 640, 170 i kanë kry dhe 470 ju kanë met për 6 mujoshin. Gjithashtu edhe te krimet ekonomike është e njëjta situatë me pranimin e kallëzimeve penale dhe vazhdimin e tyre. Raporti përmban edhe pjesën krahasimore ndër vitet, për të cilën nëse ju keni interes do të di ta elaboroj, po kryetari i komisionit i keni ju. I kemi janar-qershor 2021 deri me janar-qershor 2025, nga parametra dhe nga kalkulimet që ka bërë koordinatori, shitet se cili vit ka qenë më produktiv në trajtimin e kallëzimeve penale kundër korrupsionit.
duke filluar nga prokuria speciale e të gjitha prokurit tjera. Vendimet e gjykatës gjithashtu janë elaboruar në mënyrë të veçantë. Shka na metet neve këtu të flasim, na metet të një siti do shta të ndalem, një siti në prokurin themelore në Prishtinë, ndër vite korupcioni. Në vitin 2025 kemi pasur përqindja procedimit kallëzimeve penale 26%, me PP-ja, që nuk është për të admiruar, mirë po me PP-ja është rrit numri në përqindja në 22%, që është më e madhe se viteve të paraprake që i kanë trajtuar. Edhe kemi në faqen 44 rekomandimet, konstatimet të cilat janë pothuajse ato që ka u elaboruan gjatë prezantimit të këtij raporti, dhe në fund i kemi edhe rekomandimet nga komisioni. Nuk është që kemi pas shumë rekomandime nga se konstatimet e tilla të cilat janë të evidentuar pikë për pikë përbëjnë edhe një pjesë të rekomandimeve. Mirë po rekomandimi kryesor i komisioni nuk është hera e parë, është e disa herë që raportojmë që duhet të normalizohet mënyra e raportimit mbi bazën e statistikave. Ne kemi mos përputhje të mëdha me statistikave, ndër vite edhe smilis është ka na ndihmon që të barazohemi me lanë të pranuara dhe të kryme për të evidentuar. Ju faleminderit për vëmendje. Unë jam e hapur nëse antarët e Këshillit kanë pyetje konkrete mbi bazën e raportit të proceduar dhe të marrur paraprakisht. Faleminderit shumë për prezantimin e këtij raporti. Ja për diskutim. Dëshën dikush më fjalën? Po Narja. Drejt kryesues, nderuar të pranishëm. Falenderoj prokurorin Laur për prezantimin kaq të detajuar të këtij raporti dhe për kontributin e saj pro bono që është u bën këtë komision që sa vite, sikurse edhe të anëtarit tjetër, por është edhe kolegun tonë besim nga SKPK-ja për përgatitjen e këtij raporti në mënyrë kaq profesionale. Duhet lidhur pikërisht tek rekomandimi që është dhënë, sepse është një rekomandim që është përsërit fatkeqësisht të 2 vite që jam këtu në këtë këshill. Kem pas probleme do të thotë në çështjen e raportimit të saktë të punës së prokurorëve. Ka pak më parë prokuroria Laur sa i përket landeve që kanë shkuar me ankesa në apel, ku është prezantuar numri 4. Keni parasysh unë ka punu vetë në prokurorinë apelit deri në qershor, edhe personalisht kam pas mbi 10 raste vetë që i kam trajtuar me ankesa që kanë ardhur nga prokuroritë e Kosovës, më shumë nga njësiti, e që i kanë qenë pikërisht landë të natyrës do të thotë të korrupsionit. Pse është kjo mos përputhje, po konsideroj që po lidhemi në element tjetër që jo të gjitha landet janë të regjistruar në SIA. Keni parasysh, po flas gjithmonë nga prokuroria apelit, një pjesë e madhe landeve dhe jo vetëm të natyrës së korrupsionit, por të natyrave tjera vinë në apel fasme. Do të thonë në kopertinën e landës që vijë atje edhe nga prokuroria tjera, jo vetëm nga prokuroria e Prishtinës, figuron që është fasme, që i bie që ai land nuk është e regjistruar në mënyrë elektronike në sistemin tonë të të prokurorit, për ekziston vetëm fizikisht. Që është kjo prapë po tham nuk e di sepse nuk është kompetencë imja që të merrem pastaj me sferën e menaxhimit të SMIL-it që është atje. Por kemi parasysh që programi SMIL, i programi më të avancuar që kemi në rajon, në të shpenzon qindra, ndoshta edhe 1 milion euro vetë sistemi i shpenzon për ta financuar, për ta mbajtur. Dhe si till nuk është në rregull që të kemi akoma sot lëndë që nuk janë të registruar SMIL, sepse statistikisht puna e mirë që po bëjnë prokurorët nuk po përfaqet në publik. Do thotë nuk e kemi sot një statistikë të saktë, akoma dhe pas tonë këtyre viteve që kemi filluar të zbatuar programin SMIL, nuk e kemi një statistikë të saktë, gradim të saktë se sa janë ato lëndë që kanë shkruar. Keni parasysh, numri i hedhjeve, shkallëzime penale, sikurse numri i lëndëve që kanë përfunduar me pushim të hetimeve. Shumica prej tyre përfundojnë në apel me ankesë, sepse tani më me dispozitat e reja të kodit të procedurës penale, Garini 34 dhe 156 palët tani më kanë të drejtë ankese ku ka palë të dëmtuar, kuptohet. Po në shumicën e lëndëve të korrupsionit, nga përvoja ime gjithmonë po flas që kum trajtuar këto lëndë në apel, ka palë të dëmtuar dhe ka gjithmonë ankesa që ata janë kemojnë vendimet e prokurorive themelore. Prandaj unë nuk e di në këtë aspekt nëse drejtori apo dikush nga administrata mundet me na ndihmu që statistikisht këto çështje me u raportu drejt, me u raportu mirë dhe të mos shkojnë lëndë tutje as në prokuroritë e apelit, as në ZKPSH pas SMIL. Lënda kur futet në çfarëdo mënyre nga çdo kush që vije, duhet të regjistrohet në SMIL
Sepse nuk është në rregull një lanë ta registrojmë në SMIL për natyrë se për opsionin tjetër ta mos e registrojmë, sepse në fund statistikisht dalim keq. Na sot përpara si anëtar të këshillit si këshill kemi para vetes se janë vetëm 4 lanë që kanë përfunduar të natyrës së korrupsionit në apel. Mirë, po e vërteta që ndron ndryshe, sepse personalisht kam trajtuar mbi 10 lanë. Kam shënim cilën lanë e kam trajtuar nëse këtij këshilli i duhet për 6 muaj. Personalisht, llogaritën e gjithë ata prokurorë të tjerë, gjithë ato lanë tjera që kanë trajtuar. Prandaj në këtë aspekt unë po shpresoj që ky rekomandim të jetë i fundit kësaj here, sepse sinqerisht në raportimin e radhës, nëse do të ketë raste të tilla, atëherë kishte qenë mirë me kërkuar edhe llogaritë. Pse? Se nuk mundemi ne domethënë të shkojmë në këtë mënyrë edhe akoma sot të shkojnë lanë në apel fasmil. Akoma sot nëse shkojmë sot e vizitojmë apelin, kemi me gjetë lanë fasmil. E të përpinë shkull lanë fasmil. Tere lanë të në apel nuk e kuptoj si shpër. Lana duhet të registrohet në momentin e parë kur futën cilën do prokuri, edhe vetëm përmes SMIL-it pastaj të bartë të shkohet tutje. Faleminderit kështu. Po, pritmë se. A dikush tjetër, po më mos ka gjë. A turna të tjetër sa një. Shkurtimisht, drejtja është plotësisht me ranë, mirë, po për informimin e këshillit ne si sekretariat bashku me departamentin IT-s dhe të njësitit, kemi dalë në së cilën prokurori veç e veç, kemi pas takime me kryeprokuror e prokuror, dhe jo kemi shpjeguar në detaje se si vendosen lanë SMIL dhe ku është problemi statistika pse nuk po përputhet. Kështu që direkt çështja varet prej prokurorit shtetit. Administrata ka kryer gjitha punët sa i përket detyrave dhe përgjegjësisë në hartimin apo përpilimin apo të evidentimin e dhënave statistikore. Prandaj kjo çështje varet direkt nga prokurori i shtetit, jo nga administrata. Po, na. Faleminderit prokurore Laura për raportimin. Faleminderit Lësim Kusari për punën që keni bërë në këtë raport. Nuk e pata në marrë fjallën, po ndoshta para folësit më nxitën pak. Ne i dim problemet që i ka SMIL-i, por se landa dërgohet kështu nga prokuria themelore në përkurin e apelit shokin të parë në SMIL, atëherë këtë çështje nuk është përgjegjësi as e sekretariatit, në këtë rast, drejtorit, e as e njerëzve të cilët janë jashtë këtij sistemi. Përgjegjësia kryesore është e këtij prokurori të çështjes, i cili e dërgon rastin në prokurinë të apelit. E kisha lutur prokurorin Arjan, unë do t'i shkruaj edhe një letër kryeprokurorit të apelit, edhe të marrë informacione të sakta. Kush janë ata prokurorë që nuk e respektojnë rregulloren për përdorimin e SMIL-it? Kush janë ata prokurorë që në mënyrë të drejtë për drejtë dërgojnë rastin jashtë bijës së SMIL-it? Pse është tjera parë që unë e dëgjoj diçka të tillë, edhe vjen shumë keq që ka raste të tilla. SMIL-i është një mekanizëm që na shfrytëzojmë dhe na kemi harxhu kohë, edhe mjete, edhe njerëz, edhe kohë për me pas një SMIL funksional. Andaj kryesues, vendkryesues dhe anëtarët të këshillit, unë po ju njoftoj që do ta adresoj këtë çështje më një herë në prokurinë apelit dhe në prokuritë themelore të gjithë kryeprokurorët, edhe të shoh pse ndodh kjo shkelje e rregullave që janë parafanë në rregull. Faleminderit. Unë e të shpo. Përshëndetje për ty. Para raportit të platformës edhe unë bashku në drejtorit për çfarë se kjo është përgjegjësia e prokurorëve. Mirë po. Ne jemi taku rregullisht në këtë ekip që e udhëheq, ka punuar këtë temë me SMIL dhe punon në të tjerë. Nga statistikat që dalin aty, ka rrollë që prokurorët, sidomos prokurit themelore që nuk e përdorin dhe nuk e kryjnë këtë detyrë. Ne nga statistika që kemi është ndoshta për me thonë se jo, është në apel ka qalu kjo program, nuk ka pas rezultate, su që ka rezultate në prokurit themelore. Mi po na kemi po kush një prokuror dy, gjithë kemi shku nga ajo që edhe ata prokurorë me zbatue këtë kërkesë tonë që mu fut këto lëndë përmes timit.
rezultatet janë evidente, po shka punuar me pak a shumë me ndërhyrje këtë program, dhe gjithësu punën e prokurorëve, përdorimin e këtij programi. Kemi pas punëtori edhe shumë afër jemi edhe me një takim edhe do të lesohet shumë puna e prokurorëve në zbatimin e këtij programi. Ende ka probleme, nuk është edhe lehtë me jesë me këtë program, për shkak se dashëm bukur për i merë këtë program. Ne kemi një kontrolore që mund një fut klasë, me fut një prokuror mosa të sfindohet, që se përdohet, për shkak se kjo do të përdohet, do mos do të përdohet. Mirë po, dikun ende qalon, për as sa qalon, sa dalin që si në krype me smen, është një numër shumë i vogël, mendoj prokurorëve që ma pak e përdorin, me që të atë suksesi është evident një përdorim një këtij programi. Unë përgjëj për këtë raportit që jë këmë tonë, unë të kisha pas dëshirët tek statistika nëse to profesor që janë këtë sakta, ju po thoni se ka divergjenca, ka me këtë statistika nëse qëndron. Këtë statistikë që janë në 2042 adhime penale sa i përket korupcion, me 2560 persone. Për 6 mujorin, kuptohet me ato që kanë dhënë vitit kaluar, atëherë del se prej këtij numri kry vetëm 23% tyre adhime penale. A është saktë? E dyta, jo, po një vendi po flas. Po, na tash këtu nuk do flasim për prokurit, po sa në jashta për një vend. Për ty në del se hudhje po shem janë mbi 400. 454 do të thotë, për këtë kësaj del 19.1 nëse s'ka bëj kështu që ka akuzë të fundit. Po mirë për persona fjallë, gjithsesi, po, për persona. Është një përqenë është do të bashkëpunojmë me tjera. Mi faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Atë programit nuk po çalës.Ës çajë. Sepse apeli nuk mundet nga ajo sa përvoja ime nga apeli që e di në funksionimin e programit smit. Nuk mundet apeli ta krijoj zusjen në afet, sepse do të vijë nga themelor. Nuk po marrim shembull praktik. Po po themelorës mbaron e lart, çfarë do të thotë? Edhe ju vetëm ta filloni të po të na pyet. Ai nuk sa tek ordër të administrata, sa i përkuj. Te programit special, po një përkuj themelore tjetër në prokurinati. Do të thonë nëse ajo nuk bie me smit. Prokurorit në apeli shkon lënda fasmit, në kopertiv ku fasmit. Dhe e lëndë vendoset në tërgohet fone, po vetëm se nuk të registruar në sistem. Nuk problem. Po obligim është pas bilës. Janë disa fate kësa shkurta po. S'është e komoditet, se cili prokuror në apel. Në vetë problemi kohën më të madhe, që një prokurorit në apel, që e vetë kohën është smit. I një pse, sepse prokurori apelit për me trajtu 10-29 për apërsisht në ditë. Ka to me ankesa që vinë zaja së gjitha të për të trajtu në smit, me të fundi. Sepse, puna sote pastaj të pasnesë në numër rritet atyre se ti nuk i të bata vituar. Andaj nuk është problemi i zbatimit, sepse atjera se lënda vjen në smit, edhe përfundon në smit, edhe vendimi i prokurorit apelit nga kodrë smit se i thejët prokurorit të prokurorit themelore. Po problemi është që procedimi që vjen nga themelore janë apel këtu ngjesë, këtu shkon ngjesë. Se nuk është registruar në shkop parë atje, në prokurorit themelore në smit. Se nuk është parë pastaj do veprim tjetër, se na është shumë veprime që ndërmerren që do të smit. Edhe diferenca palëve që kryet duhet të vendos smit, ta të pozitë themelore do të thotë për çështje recidivisë. Do të thotë kjo ngjesë nuk e di. Se nuk registrohen gjithë ato nuk e di. Këtu besoj që ndoshta
me një kolegjimet e radhës për prokurorin mundet këtë çështje ta adresojë me këtë përvojë, sepse kanë ata një arsye pse jo të gjitha lëndët janë të nisme. Dhe ka lëndë të tilla që akoma sot shkojnë atë, mundi me të informacion nga çini që pas. Andaj. Dhoni ti që rregullori obligon me isu për mesmili dhe keni edhe prokuria apelit nuk duhet me pranu asnjë lëndë pas me. Nëse do në funksionu mesmili duhet njëjtën formë, as gjykata nuk e pranon as diçka pa u dërguar për mesmilin. Nëse verifikon dhe ka konstatuar se ka pranuar për mesmilin, atë i pranon fizikisht. Njëjtën mënyrë do të më punu edhe apelin. Të formë edhe tërës sepse rregullori obligon. A ka dikush tjetër? Në po, jo. Atëherë, me këto diskutime, unë smetet vetëm me vëtem kush është për miratimin e këtij raporti të komisionit. Kundër, abstenim nuk ka. Konstatojmë se me 10 vota për Këshilli Prokural meratoi raportin e Komisionit Mbikëqyrës janar-qershor 2025. Faleminderit. Kalon në pikën e 6 tani. Lidhje prokurora Laur, faleminderit për prezantimin e raportit e për kontributin. Ju pafshim. Faleminderit. Shumë raportin dhe gobet. Në pikën e 6 tani ditës e kemi analizën e memorandumit bashkëpunimit datës 22 nëntor 2013. Këshilli Prokural i Kosovës me vendimin e Këshillit Prokural 575/2025 datës 4 gusht 2025 ka themeluar grupin punimit për hartimin e analizës së memorandumit datës 22 nëntor 2013 dhe rregullores së datës 27 dhjetor 2013 që ka bërë me vlerësimin e performancës së punës së koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik. Për elaborimin e kësaj analize, fjalën e kaloj kryesuesit të këtij komisioni zotë Tarian Gashi. Nderuar kryesues, të nderuar kolegë, ashtu siç jeni në dijeni, KPK me vendimin që u përmend pak më parë, ka themeluar grupin punues për hartimin e analizës së memorandumit të datës 22 nëntor 2013 dhe të rregullores që ka derivuar si rezultat i këtij memorandumi të datës 27 dhjetor 2013, si dhe vlerësimin e performancës së punës së koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik. Grupi punues me qëllim të hartimit të kësaj analize është takuar disa herë, ku prezent përveç të anëtarëve të grupit punues kanë qenë edhe partnerët tanë nga zyrja e BE-s. Në këtë takime ne si grup punues kemi analizuar me vëmendje memorandumin e datës 22 nëntor 2013 sikurse rregullore në fjalë, e cila ka derivuar nga ky memorandum. Grupi punues si përfundim brenda fatit ligjor të përcaktuar nga KPK-ja ka draftuar analizën e kërkuar similar dhe të njëjtën e ka dorëtuar në KPK për të trajtuar. Të gjeturat e kësaj analize të memorandumit sikurse edhe të rregullores i keni të përfshira në këtë analizë që keni sot pranë vetes dhe si konkluzion grupi punues ka ardhur në përfundim se memorandumi i bashkëpunimit në fjalë si i tillë nuk përbën pengesë për funksionimin e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik dhe nuk është në kundërshtim edhe me legislacionin e fuqi. Grupi punues i rekomandon KPK-s që të fillojë një analizë të plotë të funksionimit të efikasitetit të rolit të koordinatorit kombëtar, duke krijuar një bazë për vlerësuar nëse ky rol nga perspektiva e sistemit prokural duhet të mbahet në formën e tij aktuale, të ristrukturohet apo të shfuqizohet. Grupi punues i rekomandon KPK-s që të mos fillojë ndryshime të rregullores para se të kryhet ky vlerësim që e sipërcitova. Ndërsa sa i përket vlerësimit të performancës së koordinatorit kombëtar, grupi punues ka gjetur se që nga caktimi i prokurorit në fjalë në këtë pozitë në pajtimin e 7 paragrafi 1 dhe 2 i memorandumit, koordinatori kombëtar ka raportuar me shkrim në KPK çdo 3 muaj, i këtë bazë që nga caktimi i tij në këtë pozitë, i njëjti ka paraqitur edhe raport me shkrim 4 herë në vit dhe nga viti 2013 deri më sot i kemi gjetë që janë 40 raporte me shkrim të miratuara nga KPK-ja, prej tyre 13 raporte të miratuara edhe nga kjo përbërje aktuale që jemi tani. Grupi punues vlerëson se nuk ka mandat të bëjë vlerësimin e performancës së koordinatorit, pasi që prokurorit është bërë vlerësim nga Komisioni për vlerësimin e performancës, ku preket edhe pozita e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomike. Për këtë për më tepër pramuni me pa vlerësimin e fundit të datës 2/4/2025 me numrin protokollit KVPP 661 2025. Po ashtu si pateni 3 paragrafi 1 i memorandumit në fjalë, vlerësimin e performancës së koordinatorit kombëtar e bën bordi këshillvënës, derisa neni 7.5 i rregullores së datës 27 dhjetor 2013 ka paraqë që vlerësimi i performancës bëhet nga KPK-ja që bie ndesh pra me nenin 3 të vetë memorandumit në fjalë, sepse rregulloria ka derivuar nga ky memorandum. Për më tepër keni analizën në formë të shkruar për trajtim nga ky këshill. Ju falënderoj. Faleminderit, Ariana, dëshiroj të më marr fjalën.
për këtë çështje. Po, në vetëm. Fillimisht, unë falenderoj komisionin për atë çështje që bënë për këtë analizë, të cilat e kanë sjellë para shtyllës profesionale. Dhe rekomandimet e tyre thash. Nga ajo që kemi parë në analizë, dhe nga ciklosa të të që ne të gjithë rreth koordinatorit kombëtar dhe mekanizmit, në veçanti nga fakti që ne si këshill kemi kërkuar nga grupi është atë çka që të zash, të tjetër të mundët, konsideroj se ky grup punës me drejt ka konstatuar këtë që e potencoj me lartë territori i këtij grupi, pa i kanë shumë dokumentë të normale. Sepse në prodët e tij të të prokurorit, po dhe vletimit të rregull, ju e keni gjithë, që kemi edhe rullin menaxhur ku komi prokuror. Dhe ne kemi mund të hyjmë në atë formullarin e lehtësimit, dhe në këtë kontekst do të vlerësohet pjesa menaxheriale. Ndërsa nuk është fare, dhe nuk mund të komisioni i lehtësimit të përmendur në atë që e vlerëson punën e koordinatorit ose rezultatet e punës bordi i cili është themeluar në këtë mekanizëm. Ata gjithë ne dimë që se kanë krizë këtë detyrë atë njëherë dhe nëse të zërësi në e bordit atë njëherë koordinatorit në nësë. Prandaj, mendoj që me drejt grupi punës ka rekomandu këshillin që të përfiloj një analizë tjetër për funksionimin, nevojën e ekzistimit, efikasitetin e rolin e gjitha këtu për këtë mekanizëm për koordinatorit kombëtar. Dhe i bashkohem kësaj që ka propozuar grupi punës që ky grup ose një grup tjetër punës të bëjë një analizë të përgjithshme të funksionimit 13 vjeçar të këtij mekanizmi dhe të shohë rezultatet e punës së këtij mekanizmi e po ashtu edhe nevojën ose jo të ekzistimit të këtij mekanizmi. Pa këtë analizë, me po sa ka sjell rezultate ky mekanizëm apo jo, ne kemi të pamundur të marrim një vendim çfarë do të thotë. Kush tjetër? Po, në jo. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Faleminderit i nderuar kryesuesi i komisionit për sjelljen e kësaj analize. Por që unë e kam lexuar me vëmendje analizën, e cila është prezantuar seriozisht nga ana juaj dhe vetëm ne kam një pyetje për sa i përket përfundimit. Keni konstatuar që memorandumi i bashkëpunimit si i tillë nuk përbën pengesë për funksionimin e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik. Dhe kam vetëm një pyetje, kur e keni konstatuar këtë gjë që është e shkruar këtu, a keni marrë për bazë, a keni ndonjë provë, a keni ndonjë dokument, a keni ndonjë shkresë zyrtare, të cilën mund ta referoni sot para Këshillit, se si keni ardhur në një përfundim të tillë. Faleminderit për pyetjen, nderuar zëvendës kryesuese, ashtu siç e sheh nga bashkangjitja e dokumentave që janë analizuar, ne kemi analizuar me vëmendje edhe gjykimin e gjykatës kushtetuese, do të që lidhet pikërisht me sistemi prokurorial, sigurisht edhe gjykimin e fundit të gjykatës supreme me cilën është anuluar një rregullore jona, që ndërlidhet pikërisht me këtë proces. Deri te ky konstatim kemi ardhur mbi atë bazë që do të thotë edhe pse ka pas ndryshim të ligjit ndërkohë në kuadër të funksionimit të Këshillit Prokuror, sepse siç e dini nga qershori tani kemi më një listë të ri, memorandumi në fjalë nuk bie ndesh me asnjë dispozitë as të këtij ligji, sikurse edhe të ligjeve të tjera, sepse na kemi pasur ndryshimin edhe në legislacione të tjera, duke filluar nga ligji për prokurorin e shtetit, nga ligji për prokurorin speciale, nga dispozitat e reja që janë nxjerrë
të kodit të procedurës penale, dhe me thonë pastaj kodit penal, sepse nga viti 2013 kemi disa ndryshime, bili jo një herë, por 2 herë të ligjeve që po i përmendi, edhe të gjitha këto të thotë nuk bien ndesh ky memorandum me legislacionin fuqi. Që kjo është domethënë ajo që kemi konstatuar që rregullori aktuale nuk bien ndesh, edhe pse ka kaluar domethënë një kohë rreth sa vjet, 12 vite. Që po ndryshoj, domethënë. Kuptimi jot është shumë i mirë. Unë e vlerësoj shumë edhe absolutisht që pajtohem me ty që domethënë nuk mundet me rënë ndesh, sepse ky këshill e ka miratuar. Domethënë është pjesë e këtij memorandumi. Diskutimin unë po du me e vënu në pikën që ju si komision, që keni marrë në këtë konkludim, a keni dokument, a keni planuar ndonjë raport, më saktësisht pyetja ime konkrete është kjo. Raport nga bordi këshillëdhënës i këtij memorandumi, i cili bord në bazë të memorandumit është dashur që të takohet, dhe pyetja ime është kjo. A keni pa jo, a keni dokument që ky bord ka funksionu? Ka funksionu? Nëse nuk ka funksionu, se nuk ka funksionu, dhe nëse ka funksionu, si ka funksionu, për me ardhur në një konkludim të tillë dhe me thonë që po, memorandumi i bashkëpunimit ka qenë i mirë, është në përputhje me ligjin, pa diskutim, sepse ne nuk bëjmë këto rregullore që nuk janë përputhje me ligjin atë. Por që me pa mundësinë, domethënë reale, i prova konkrete, edhe një herë po e ritheksoj, dokumente të shkruara, të pranuara nga ana e këtij bordi këshillëdhënës, i cili e ka kryer punën e vet, edhe ka thonë që ky koordinator e ka bu tok. Domethënë kësaj kjo po më intereson, domethënë keni gjetur ju dokumente edhe prova konkrete, shkresa të pranuara, me të cilat konstatohet që ky bord vërtet është qenë funksional. Ne jemi bazuar vetëm në autorizimin që është dhënë nga ky këshill sa i përket punës tonë si komision. Dhe kanë qenë 3 pika: analiza e memorandumit, analiza rregullore, si kurse vlerësimi i performancës. Nuk kemi pas autorizim tjetër, do të thotë që të merremi pikërisht pastaj kërkojmë nga bordi apo nga institucione të tjera informacionet që ju i kërkoni. Në grumbullimin e informata që kemi pasur ne edhe nga administrata e shërbërimit të japon qyera te 3 me email dhe kam përfituar gjitha informatat, respektivisht dokumentet zyrtare që ka SKPK-ja në raport me këtë pozitë dhe me punën e koordinatorit nacional, dhe nga ato që ne kemi gjetë, përgjigjja ime në raport me pyetjen tuaj, me qenë se ishte konkrete, është se ne nuk kemi gjetë ndonjë dokument sa i përket bordit, takimeve që ata kanë bërë apo çështje tjera që ndërlidhen me bordin në fjalë dhe nga institucionet tjera, sepse thash nuk kemi mund të dalim nga mandati. Nëse ky këshill kërkon nga ne që t'i sigurojmë këto informata në të ardhmen, na jemi të gatshëm të kërkojmë nga bordi dhe nga gjitha institucionet tjera informatat që ju sot kërkoni që t'i kemi. Prandaj vetëm ato që kemi pas i ketë të bashkangjitura të listimin në këtë analizë. Faleminderit. Faleminderit shumë, edhe një herë, domethënë unë vetëm po i referohem bazës ligjore me cilën ne kemi këtë mekanizëm në kuadër të sistemit tonë, dhe që unë asnjëherë deri sot nuk kam pa një dokument në bazë të cilit ka funksionu edhe ka qenë obligim i të gjitha institucioneve nënshkruese këtij memorandumi me kry punën që duhet. Dhe duke qenë në situatën që ky bord këshillëdhënës, i cili është nënshkruesi i këtij memorandumi, asnjëherë nuk është mbledh, nuk e ka diskutuar ku është problemi, si duhet jetë, domethënë si duhet fuqizohet ky mekanizëm ose të kërkoj një raport nga ky koordinator dhe të bëj një vlerësim mbi të gjitha për këtë koordinator, e që ka qenë shumë mirë e keni sqaruar këto, domethënë shumë mirë keni dhënë konstatim që nuk është dëvo, domethënë vlerësimi i këtij koordinatori bie ndash domethënë me vlerësimin e tij, domethënë si prokuror, se unë e kuptoj, ky është dëvo vlerësimi si prokuror i shtetit, sepse e keni thënë edhe e keni bashkangjit, por si koordinator, shumë mirë e keni thënë kur keni thënë që ne nuk kemi mandat ose nuk kemi me e bo vlerësimin e këtij koordinatori, kështu që vetëm unë po du me një këtë logjikën edhe praktike, por edhe të bazume që realisht me e pa, ne gjithë duhet pajtohemi që ky bord këshillëdhënës
nuk është mbledh asnjëherë edhe nuk ka bo asnjëherë vlerësim të ti koordinatori për kaq shumë vite sa ka zgjatë ky mekanizëm dhe që sot është problem për neve me vazhdu dhe me thonë me u rikthy edhe një herë, me bo edhe një herë një analizë për çka. Dhe me thonë, kështu që nuk po di ma faktisht ajo me qartë në këtë diskutimin tim, po besoj që jam kogja e qartë, që me reflektu si këshill se çka po dojmë me bo me këtë mekanizëm, që shumë mirë e keni dhënë edhe ju konstatimin, që duhet me pa Këshilli Prokurorial se si dëshiron të vazhdojë më tutje, a është i rëndësishëm ky mekanizëm dhe a duhet të vazhdojë të jetë si mekanizëm për këtë çështje. Faleminderit. Të unë diçka deshta me shtu dy fakte, në lidhje me këtë se tha unë nuk ka ndesh me këtë dispozita që ka ndryshu gjatë rrugës. Në njërit e mia, unë e di që në vitin 2013, kur artu që më mandom, kjo rregullore ka qenë atë ministri dhe i cilës ka qenë pjesë e këshillit. Më thonë dhe mos të harroj këtë fakt, dhe atëherë me këtë qëllime ka qenë kryetari i bordit këshillënës Polon Ministri i Drejtësisë. Më thonë krejt kompetencat iniciativën i ka marrë Këshilli Prokurorial dhe e ka licu këtë memorandum. Kjo është një fakt. Dhe sot për faktin e dytë që tha edhe Qoli dhe Jona duhet me vendosë çka po dojmë me bëjmë me këta, që unë nuk pajtohem se grupi punuesve të rekomandon Këshillit Prokurorial të fillojë një analizë të funksioni dhe efikasitetit të rolit të koordinatorit kombëtar. Unë besoj që autorizimi ka qenë pak më general, keni mujt me bë këtë analizë edhe ju si grup punues, sepse keni qenë prej Këshillit autorizuar. Dhe ndoshta ka qenë arsye të kohës e diçka tjetër, po është më shumë si pyetje për ju janë. Ndoshta kohës kam mjaftuar për me bën këtë analizë apo se kërë më du prapë më vë dhe një grup tjetër, çfarë arsye është kjo? Veç për informim të anëtarëve të Këshillit dhe të opinionit publik. Autorizimi nuk ka qenë general, ka qenë i specifikum privat, i përmend. Do thonë dokument publik edhe besoj që gjithë e dinë. Do thonë analiza e memorandumit të rregullores edhe performancës. Ne edhe si grup punues në takimin e fundit apo të parafundit që kemi pas, është ngrit kjo çështja kohës shtesë, pikërisht se na është dashur, mirë po, përveç kohës shtesë. Unë jam bazuar gjithmonë në autorizimin që më është dhënë pikë Këshillit, nëse Këshilli kërkon që nga unë të shkoj tutje në kuptimin kërkoj nga bordi, nga institucione tjera informacione lidhur me ata janë mbledha, kanë bënë ndaj vlerësim. Ajo na duhet autorizim shtesë nga Këshilli dhe ne e kryjm pas një problem si grup punues, sikurse çdo autorizim tjetër që kemi pas. Sa i përket asaj që ngritet në fillim, domethënë tek çështja kanë rrumë legislacioni kanë rrumë, mirë po pozita e koordinatorit, sikurse edhe memorandumi dhe rregulloria nuk bien ndesh me këtë ligj në fuqi, sepse asnjë ligj në fuqi nuk e shfuqizon se fundi kjo është akt më ligjor dhe duhet të jetë në përputhje do thotë me ligjin. Prandaj, nëse lexoni me mendje rekomandimin e dytë, domethënë ne kemi rekomanduar Këshillit që nëse na krijohet një bazë neve si komision ne mundemi në të ardhmen të sigurojmë këtë informacione, sepse deri më tani është vlerësuar puna e tij e brendshme brenda sistemit. Tash duhet ta shohim këtë pozitë. A do të jetë e nevojshme kjo për sistemin prokurorial në të ardhmen, sepse ki parasysh nga viti 2013 deri më tani. Janë diku rreth 12 vite kohë që kanë ndryshuar pastaj shumë çështje tjera në kuptimin e perspektivës së Kosovës nivel me domethënë me Unionin Evropian, kuptimin e integrimit. Dhe në këtë aspekt na duhet ta shohim a do të jetë ky një mekanizëm i nevojshëm për neve në të ardhmen, sepse ju ishin dëshmitar, ajo që raportoi pak më parë prokuroria e ZPPSH Laura Pula tha që është me një parëmbyrje raportimi dytësh sa i përket krimeve ekonomike, sepse po raporton ta edhe koordinatori nacional, po duhet ta dhunë me raportu në kuadër të komisionit këtu. Këtë është një punë dytësh e panevojshme. Prandaj, pas kësaj analize që mund të bëjmë të ardhmen, kësaj pozite, sa do të jetë nevojshme kjo për sistemin e të ardhmen që qëndroj, atëherë mund vim në konkluzion që duhet ta kemi një pozitë tillë në të ardhmen apo jo, edhe ke gjithë kjo pas kësaj pune që do të bëjmë. Faleminderit Krysus, sa po i çon bazë diskutimeve, edhe komisioni që ka bërë analizën, po thotë që na s'kemi mujt me bëj këtë analizën. Po shoh që edhe vlerësimin e performancës nuk e ka bërë ky komision për shkak se ka konstatuar se në bazë të këtij memorandumi nuk është kompetent me bëj vlerësimin e performancës. Edhe na po flasim sot
për diçka që nuk e dim çfarë vlerësimi performancës ka. Edhe po i shoh rekomandimet që thotë duhet më bëni një analizë plot e funksionimit dhe efikasitetit të vendit të koordinatorit. Nëse ka qenë për komisionin e paqartë autorizimit se çka duhet me bëu si komision, ndoshta o dosht me bëni shkresë të cili edhe me marrë një sqarim çka ne kupton kjo autorizim, a ne kupton veç këtë apo edhe më shumë. Dhe në bazë kësaj na po shoh që ndoshta duhet me vazhdu edhe pak me bëni një analizë me fqyrë që me qenë në përputhje me memorandum. Deri në momentin sa jemi në nënshkrues të këtij memorandumi, jemi palë në një farë mënyre me të gjithë bashkë nënshkruesit, edhe mendoj që është mirë për me të sqaruar. Nuk e di a kanë bënë ndonjëherë përsim ato institucione, ai bord, ka bënë ndonjëherë vlerësimin sipas memorandumit. Pra e ka zbatuar memorandumin. Nëse s'ka asnjëherë vlerësim, të nuk kanë ndodhur vlerësim. Nëse është bëhet cili është. Dhe duke marrë parasysh këto paqartësi që janë për momentin, mund të isha kërkuar që ndoshta i komisioni një dhoni një caktuar ky këshill, edhe më morë pak a shumë edhe me këto çështje të cilat nuk ka përfshi në analizën e vet. Duke përfshi edhe kontaktet me ata që janë nënshkrues në memorandum. Duhet më sqaruar. Ju e dini që gjykata supreme neve na ka frikë. Ka marrë një vendim lidhur me një rregullor. Edhe një arsyeja kryesore atij vendimit ka qenë mos bashkëpunimi ose mos bashkërendimi jon me ata që e kanë nënshkruar memorandumin. Më mendoj që kjo çështje duhet për me gjetë zgjidhje sa më shpejt as më mirë. Në mënyrë që nëse vazhdojmë, kushdo që është koordinatori, ky apo dikush tjetër, s'është më rëndësi hiç parë për mua emri, duhet me pas një bazë të qartë ligjore dhe duhet me pas një siguri dhe mbështetje nga ky këshill prokuror. Faleminderit për dikush tjetër. Ndeshta edhe më shtu mendimin tim me dhanë për këtë çështje, sepse pa shpërfillimi duhet të dhënë një kushtesh në çdo komisionit mbi këto rekomandime dhe sa më kujtohet në atë pikërisht bazë propozimit apo rekomandimit rajonit ne kemi formuluar atë autorizim dhe kemi marrë këto. Megjithatë, unë besoj se bazë informata që kam, nuk e më gabum, po qëllimi i krejt këtij memorandumi ka qenë me qëllim përmbushjes kriterë për plotësimin e liberalizimit vizave për qytetarët e Republikës Kosovës. Për të analizuar memorandumit, duhet qartë se dokumenti ka për qëllim shprehjen e vullnetit të palëve për bashkëpunuar mbi bazën e parimit të përbashkët dhe koordinimit institucional në luftën kundër krimit ekonomik. Dokumenti nuk përmban ndonjë klauzulë që krijon detyrime ligjore të detyrueshme apo pasojë ligjore në rast se mospërmbusjes. Si ky dokument apo ky memorandum ka karakter politik dhe deklarativ, nuk përfaqëson marrëveshje kontraktuese detyruese në kuptimin e juridikisht, mendoj kështu. Gjithashtu dispozitat përfitare të memorandumit parashit që dokumenti mbetet përfshirë derisa paret nuk merren vesh ndryshe, por nuk përjashtohet mundësia të rresjes nga njëra farë, sidomos në rrethana kur qëllimi kryesor është përmbushur. Pra është përmbushur kriteri i liberalizimit vizave, siç ka qenë edhe në rast të vlerësimi institucionale dhe zhvillimit të punit në procesin e integrimit të Evropian Kosovës. Unë konsideroj se kemi dy komisione apo dy mekanizma tjerë që e kryejnë atë njëjtën punë. Tash jemi gjithë njohur dhe ditur se e kemi zyrën për rikthimin e aseteve, që është edhe rregull pas ligjeve apo pas akteve ligjore. Ona është rregulluar shumë mirë. Dhe pashtu e kemi komisionin që veç raportoj, që tha domethënë kemi ndërtuar në çet. Dhe besoj që gjitha këto funksione kryejnë dhe pashtu gjithë e dim se kemi edhe koordinatorë, që kemi koordinatorë të ndryshëm të bëruar nga zyra për prokurorët shtetit dhe nga zyrat e SSR-s apo nga prokurorët e SSR-s prokurorive, kështu që atë funksion mund të kryejnë dhe në këtë aspekt ndesha të jap apo disa sugjerime që duhet i marrë parasysh gjitha këto fakte të komisionit dhe duhet i vlerësoj dhe pikërisht nevojën, a kemi nevojë ne me më për këtë mekanizëm apo jo. Apo këto mekanizma, këto punë, këto statistika, sepse më shumë
kemi pasur si zy statistikave këtë njësit, edhe pse disa mund të arsyetohen se kanë kaluar raportet e koordinatorit, me po raportet si tilla si statistikore ne nuk kanë pas as bazës më refuzu, sepse statistikat kanë pyetje dhe nuk janë kontestuar saktësia atyre. Përndryshe, si për punën e tij, ka punën s'kom para raport që ka dhënë në raportim apo në analizë çka ka bëj për me ngrit këto, mirë po vetëm si statistika që kanë dhënë për zyres së prokurorisë. Kështu që unë si mora si sugjerim, atëherë në bazë diskutime propozojmë që njëti komision të japet afat edhe për 60 ditë, besoj është mjaftueshme dhe të bëjë analizën a kemi nevojë për këtë institucion, për këtë mekanizëm, dhe po ashtu të diskutoj edhe në bazë rekomandimit që dha zonës kryesuese, edhe me institucione tjera, të mbledh ato informata, të diskutoj edhe me ta dhe të na bëjë një rekomandim në ata. Atë na mund edhe me përshin në dispozitiv të vendimit dhe kemi qartë, kështu që mos të japim më po atë diskutohet pafundësisht, sepse kjo temë ka filluar bëbëmëti. Atëherë, kush është për me edhe 60 ditë, më autorizuj njëti komision, me rekomenduj si pas pikës 2 të rekomandimit. Po. Dhe më thonë, une komplet abstenoj për këti propozimi është i pa bazuar. Propozimi është një propozim i talë për të shërbyer situatave të caktuara taj për këtë individi, këti prokurori, dhe herdo kur do të vërtetohen këto që po i tham sot këto, të cili prej juve të nderuar antar të Këshillit, sigurisht se do të ballafaqoheni me ndërgjegjen e ju. Për shumë arsye. Jo është një mundësi e zvarritjes, dhe me thonë që ne po dëshirojmë me pas, synin mos janë shed jetishit, Arjan, se nuk është e hishme, për ty si antari Këshillit me mbyll synin gjatë një diskutimi të një kolegeje, aq ma tepër të një kolegeje femër, por që, çka po du me thonë është që unë propozoj që ne të dalim nga ky memorandum dhe kërkoj që ky propozimi imi të futet tani dhe të shikohet se kush është kundër dhe kush abstenon, nuk ka asnjë arsye ligjore, asnjë arsye tjetër për me ushty kjo çështje dhe unë vetëm e kam këtë propozim që ta qet të futet në sot në votim dhe të vendoset se kush është për, kush është kundër dhe kush abstenon, se cili prej antarëve është i lirë që vendos, por që unë dua para se të vendos një ndryshe të ikës si propozimi ime dhe të merret vendim sot. Por, besoj që kemi një propozim, jetër ndoshta çështje procedurale është më mirë me që të propozim. Unë ndoshta veç duhet me përsërit ato çka e thash, se përndryshe ne patëm një rekomandim prej komisionit i cili ka bërë analizën. Ky komisioni ka dhënë këto rekomandim. Mas pari do të shkruaj a me aprovu apo jo këtë analizë. Nëse aprovojmë analizën, atëherë na duhet me respektu dhe rekomandimet e analizës. Nëse se aprovojmë analizën, atëherë çka me bëjmë me këtë komision? A me thonë vazhdo afet, a mos vazhdo afet. Do të thonë thjesht aspekt procedural. Po, si bazë rekomandimit analistët të Këshillit duhet me bëjnë. Atëherë ne. Për shta po thonë, nëse aprovojmë analizën, atëherë po i thojmë Këshillit bëni çdo çka po thotë komisioni. Po, nëse. Faleminderit. Nuk di shta sinqerisht më përfshin debat, sepse kam qenë pjesë e grupit punës.
Veç me shtu që ton shka tha Arjani, prokurori Arjan, grupi punues ka pas fokus vendimin e këshillit. Dhe pikërisht për më shmong emri përveçëm në rastin konkret, ne nuk kemi kërku dokumente as një informacion prej koordinatorit kombëtar, po kemi kërku një zyrtare prej sekretariat. Dhe mbi bazën e dokumenteve që i kemi siguruar, e kemi orën në këtë përfundim. Po ashtu për juve dhe për opinionin, Zyra BE-s është të monitoruar këtë proces. Dhe këto përfundime kanë dalë përfundime të përbashkëta të grupit punues në koordinim plot me Zyrën e BE-s, sepse në bazë diskutimeve që po bëhen këtu, film ju tregu prej gjysës, jo prej fillimit, kjo me një fjalë vjen për 13 vite nuk patëm probleme me këtë institucion, sot njërë të njanshme, njërë arbitrare për e shumë. Pi vjen, populli thët për një plesht me dje krejt jargon. Nëse problemi është emri përveçëm, mos e sakrifikon institucionin, po mujna me thirë koordinatorin këto, edhe njërë gentlemane me kërku për shkak një defekti që i ka posë në të regulore, që nuk ka përcaktu mandat, sot i mbarë në këto diskutim. Prandaj nuk është as kolegiale, as korrekte, po as profesionale, ne sot me kërku dole nga një memorandum, për cilën memorandumi shumë qartë e ka përcaktu në atë kohë. Ja ka dhënë në një farë forme, ja ka dhënë një farë privilegji këshillit, me rregullore të veçantë, me caktu një prokuror për me koordinu që të Tash pse këshilli ndër vite asnjëherë nuk u morë me këtë çështje është komplet keq. Edhe po ashtu, kryesuesi tha, s'kemi pas çka me diskutu se raportet kanë qenë statistikore. Raportet kanë statistikore, po po rekomandime, me të cilat s'dinë herë që mua këshilli. Prandaj, nëse na keni autorizu me bën çit punë, vlerësoni nëse jemi dohet për mandatit që na ka dhënë, nëse ju vlerësoni si të tërë. Edhe kam edhe një propozim tjetër që të emërohet, propozoj që prokurori Shqiptar Fazliu të propozohet prap për koordinator dhe të dihet që ai është koordinator në këtë pozitë, duke qenë se ju kryesues e dini shumë mirë që ne kemi marrë edhe emaila nga partnerët tonë dhe nga organizatorë të ndryshëm për trajnime jashtë vendit dhe këto, kemi pas diskutime, ju e dini shumë mirë, dhe kemi pas probleme se kush është koordinatori, dhe prapun po e bëjt njëjtën pyetje për ju të nderuar antar të këshillit, a mundeni dikush prej juve me më tregu, gjatë kësaj periudhe derisa ne kemi qenë me këtë analizën, domethënë kemi autorizu komisionin e nderuar që të bëjë një analizë, kush është koordinatori i sistemit tonë në këtë periudhë, kuj duhet ne t'ja besojmë punën, sepse për informimin e juaj, unë, herën e fundit, kam përfaqësuar këshillin prokurorial në një punëtori të rëndësishme, ku temë diskutimi ka qenë kontrollimi dhe sekuestrimi në sistemin prokurorial dhe unë kam pas problem në sigurimin e informacioneve, statistikave, sido që i quan ne ato dhëna nga koordinatori, më saktësisht nga zyra e koordinatorit, dhe kam pas probleme në mbledhjen e këtyre statistikave. Kështu që, apo i bie kjo që ne jemi vetëm duke shku mrapa dhe nuk jemi duke shku përpara. Kështu që, duke qenë që unë e di që secili prej juve keni probleme për të vendosur për këtë, unë propozoj sot që Shqiptar Fazliu të vazhdoj pozitën e koordinatorit dhe kërkoj që këto dy propozimet mia të futen sot në vendimarrjen e secilit prej neve, edhe të votojmë se a është apo a nuk është Shqiptar Fazliu koordinator, sepse jemi duke i hyrë në hak, duhet me thonë edhe këta, duhet me thonë publikisht, jemi ato që e tha Visari, nuk kemi të bëjmë këto absolutisht me emër, unë personalisht e kam falenderu prokurorin kur ka ardhur në raportim, edhe kam përgëzu Visar, në shumë raste, kam edhe incizime, sigurisht ekzistojnë proces verbale, do me thonë edhe incizime, ku e kam falenderu për punën e tij të madhe që e ka bo, nuk duhet me ja hup njerit fakun, por që, çka unë po kërkoj sot, të dihet sa, kush është koordinatori i sistemit prokurorial, sepse
Kjo çështje është duke u zvarrit në mënyrë të padrejtë. Domethënë është e padrejtë edhe për këshillin, është e padrejtë edhe për individin që pajtohen në këtë rast, domethënë që për koordinatorin njeri nuk e din a është koordinator apo nuk është koordinator. Sigurisht se ai ka thirrje e thrasin për me shku në për organizime të ndryshme, edhe ai nuk mundet me shku. Se nuk mundet me shku për shkak të jo vendosmërisë edhe jo vendimarrjes në kohë të arsyeshme. Kështu që unë sot propozoj vetëm një propozim e kam. A është koordinator? Nëse mendoni se duhet vazhdoj, unë kisha kërku prej juve, futeni në votim dhe le të vazhdoj pozitën, punën e koordinatorit, sepse nga ajo që u diskutu, ne domethënë veti kemi kalu këto vlerësimet të tij në këtë këshill. Domethënë kemi kalu raportet e tij vit pas viti në këtë këshill, ai ka raportuar dhe ka kryer punën e tij. Kështu që çka unë po propozoj është, ju lutem shumë, vendoseni për të mirën e sistemit, jo për individ, sepse ne nuk punojmë për individ këto, vendoseni që a kemi koordinator dhe a kemi pas koordinator gjatë kësaj periudhe kohore, sepse po them edhe një herë, kemi thirrje nga partnerët që duhet të dërgohet koordinatori kombëtar në një trajnim të caktuar ose në një punëtori të caktuar. Kështu që unë kërkoj nga ju që mos të ndalemi kjo pikë sepse kemi humbur shumë kohë dhe propozoj këto dy propozime kam, ose të shkëputem nga memorandumi, ose propozoj që të vazhdoj dhe të marrim sot vendim edhe një herë që prokurori Shqiptar Fazliu vazhdon të jetë koordinator i sistemit prokurorial të ndryshe, jemi duke domethënë po kot të punë. Ju falenderoj. Dhe që asaj duhet me ditë edhe a ka të izollu punën e prokurorit, siç para është edhe prokurori, ai është edhe rolin e prokurorit edhe koordinatorit, mirë po Dhe për këtë saj, më me thonë çka. Ju e dini që në takimin e fundit kur diskutu këtë çështje, unë kam kërkuar publikisht që Këshilli të drejtohet me një shkresë koordinatorit që ai të deklarohet lidhur me një vendim të cilin e ka si koordinator. Në vendimin që është caktuar si koordinator, ka qenë atëherë pezullimi i detyrës si prokuror dhe mu marrë vetëm me punën e koordinatorit. Në momentin që ai është zgjedhur ose është avancu si prokuror në zyrën e prokurorit të shtetit, ky këshill nuk e ka pyet asnjëherë ose nuk ka marrë ndonjë vendim ndonjëherë për me pyet, me thonë, tani që u zgjedhë prokuror në zyrën e prokurorit të shtetit, cila është pozita që ju doni me punu? A doni si koordinator apo doni me punu si prokuror në zyrën e prokurorit të shtetit? Sikur këtë ta bënim, situata besoj që do të jetë pak më ndryshe. atëherë 10 minuta pauzë në zyrën e kryeprokurorit të shtetit. Po shkojmë gjithë.